Përshëndetje nga ura e re e Rogovës. Ura e parë është ndërtuar në vitin 1985. Para vitit 1985, lumi apo drini është kalu me këtë lundër. E kini edhe në arkivin e RTK-s emisionin e vitit 1976, që është kalu. Muin e kalu ka pas shumë vërshime, sa fshatra ka marrë, sa mirë po kjo urë dihet që tash është me standarde evropiane, nuk lëviz. Këtu zhvillohet tregu në ditën e premte, një nga tregjet më të mëdha në Kosovë. Është i njohur. E sot po shkoj në varrim të Lendës, të Zajkës, Gjevdet Dorokut e Vësës Shoq, motra Lamit e Sadrijës, janë një pa Zerzës. Para jemi njoftë gjithë në mëzveti, i kemi ditë ku i ka dajt, e të zakët, djali i Agjës, e djali i Tezës. Une shpesh kam shkua dhe të dajt e këtynve me nonën e Shaqës. Zakonisht gratë kur kanë dalë për para kanë marrë ka një fëmijë me veti, ashtu ka qenë. Edhe në autobuse në Zerzët e Deselim. E ka pas një fish Deselim, kur vike ka herë në Krushe, ku t'ja fisha. Në që shtu jeta. Për para ka pas dimrat fort, krejt akollu bon të këtu. Bakija të zokive që shpoj ka i bjerë peshk me zonë, pa edhe gjatë verës kemi zonë. Komuniteti i Rogovës janë shumë diasporë. Kanë emigru para Krushës ta, zakonisht i kinë në Zvicër. I kanë diasporën e fort, me pas organizim tu. Mujnë më kry punë shumë. Si jemi ma vonë. I përshëndes nga Rogova Hasit, bën pjesë komunën e Gjakovës. Pra dhe dite e kanë shënua dhe përvjetorin e masakrës tu që kanë ndodhë. Kanë rënë prit ushtarë të UÇK-s edhe disa familjet Rogovës e mra. Gjithë shka e re. Përndoj që është vajza Adem Godenit e Azemit. Asë Azem, për i fejnë në duhet për para ose komt me lopë. Asë Azem ka qenë si syl vralla. Opa!